E falenderojmë të madhin Allah, me falendrime që burojnë nga thellësia e shpirtit edhe e zemrës, ty të qofshim falë, o Zoti ynë, për çdo mirësi e begati që falë e dhurove. Lutem ja Allah, shtoje mirësinë tënde për gjithë secilin prej nesh. Ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Orientoj zemrat tona ja Allah për tek më e mira, më e bukura në rrugën tënde. Ti e udhëzuesi dhe orientuesi, o Zot. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç Ti. Është vetëm Zoti i qejve dhe i tokës, i vërteti, Allahu xhaleshanuhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut, o Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona. Më të madhit njeri, më të mirit njeri, atij familjes Ti, shokëve Ti, o Zot, lutemi me shpirt ja Allah. Fale, mëshiroje, begatoje çdo besimtar dhe besimtare që dëshiron të bëjë një jetë të mirë në rrugën tënde ja Allah, jetë njeri i pajshëm që rrezaton mirësi në këtë botë dhe ditën që do të dalim përpara Teje. Prej caktimit të madhit Zot është se njerëzit i krijoi të ndryshëm dhe janë në gjendje të ndryshme, por në të njëjtën kohë urdhëroi që ata cilët kanë mundësi më tepër të jenë vepërmirë dhe të jenë të dobishëm ndaj atyre cilët i kanë mundësit më të pakta. Njësoj në të gjitha fushat, si ai i cili ka mirësi në ekonomi dhe në financat e tij, si ai i cili ka mirësi në pozitën që i ka dhënë Allahu xhaleshanu midis njerëzve, si ai i cili ka më shumë dije ose ka më shumë eksperiencë, gjithë secili në atë mirësi që i ka dhënë Zoti xhaleshanu mund të kontribuojë për mirë dhe duhet jetë njeri që rrezaton mirësi. E Allahu xhaleshanu do t'ja shpërblej e do t'ja shkruaj mirësi çdo kujt që përpiqet për mirë. Allahu na dha në modelet e profetëve, të cilët i përmendi në Kur'an gjigantët e mëdhenj, njerëzit e mëdhenj, dhe na thanë edhe në nxiti se ky është modeli që duhet të ndjekim edhe në jetën tonë. Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadih. Në një jetë të qartë dhe të bukur, i cili kuptohet nga çdo kush prej nesh. Këta janë njerëzit të cilët i orientoi Zoti xhaleshanuhu dhe i bëri model për njerëzimin, prandaj me udhëzimin edhe me modelin e tyre ti udhëzohu, pra ti hecë edhe drejtoje jetën tënde. Siç edhe na urdhëroi të marrim shembullin tek profeti ynë Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë me të. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Ka pas tek i dërguari i Allahut shembullin më të mirë dhe më të lartë për gjithë secilin prej atyre cilët e besojnë Allahun edhe ditën që do dalin përpara Allahut xhaleshanuhu. Për cilësive që Zoti spikati në libër për profetin e Tij, për profetët e Tij, ishte edhe fakti që ata ishin njerëz dobishëm edhe përpiqeshin të bënin mirë. Pra ishin njerëz cilët rrezatonin mirësinë në komunitetet ose në shoqëritë në cilët i dërgoi Allahu xhaleshanuhu. Shiko se çfarë thot për Isain a.s. profetin e Zotit. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allahu xhaleshanuhu më bëri mua të begat kudo që do të jem. Siç thuhet në tefsirin ose në shpjegimin e Kur'anit, Allahu xhaleshanuhu thot më bëri mua të dobishëm për njerëzit kudo që do të më shkeli këmba dhe kudo që do të shkoj do të jem bamirës, ndihmues në çdo lloj forme ose mënyre që un kam mundësi. A nuk e keni parë për Musën alayhis salam, si tregon Allahu xhaleshanuhu në popullin e Medjenit, walamma warada ma Madyana wajada alayhi ummatan minan nas yaskun wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan. Kur shkoi tek Pusi, tek vendi ku mbushnin ujë populli i Medjenit, aty ishin njerëz cilët pra mbushnin enët e tyre me ujë që të shkonin të ktheheshin familjet e tyre, por pa edhe dy vajza, dy gra të cilat nuk kishin meshkuj ose burrat fort që t'i ndihmonin për të mbush enët e tyre.
Fasqa lahuma, dhe ai I ndihmoi që të mbushnin ujë ato. Musa alayhis salam, profeti I Zotit, as nuk priti që t'i thonë ato, a do na japësh një dorë robi Allahut, por se e pa vetën që mund t'jeti dobishëm, e pa mundësinë dhe hapësirën që mund të bëjë diçka që I bën mirë dikujt që nuk ka mundësi, t'i japi një krah, t'i japi një dorë për mirë, qoftë edhe me I mbush ujin, subhanallahu. E pastaj nuk priti falënderim. Thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Subhanallah. Sa I bukur është Kurani. Pastaj u largua për tek hija një pemë dhe I lutej Zotit, o Zot, unë jam I varfër për çdo mirësi që ti zbret ndaj meje. Pra u kënaq në shpirt edhe në zemër se bëri diçka të mirë për dikën. E Allahu xhaleshanu këtë mirë e bëri sebeb që ju hap një mirësi edhe më e madhe, sepse kështu e ka bërë Zoti, o vëllezër, edhe motra muslimane. Kush bën mirë, Allahu xhaleshanu I hap dyer të tjera mirësie pafund. Madje mesazhet hyjnore në librin e madh shpalosen edhe më qartë, duke na u drejtuar Zoti xhaleshanu drejt për drejt gjithë secilit prej nesh dhe na urdhron: wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Dhe bëni mirë, sepse Allahu xhaleshanu I don vepër mirët, ata të cilët janë bamirës, pra bëjnë mirë. Ja ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. O ju që keni besuar, bini në ruku edhe në sejdë për Allahun xhaleshanu, pra adhuroni Allahun Zotin tuaj dhe bëni mirë, if'alul khayr, në formë urdhërore, bëni mirë ndaj krijesave, në mënyrë që juve të jeni të shpëtuar. Pra vetëm duke bërë mirë, duke adhuruar Allahun xhaleshanu, duke bërë mirë, fitohet dynjaja dhe fitohet ahireti me lejen e Allahut xhaleshanu. Vetë profeti alayhi salatu wassalam, veten e tij e vurin shërbim të njerëzve me aq sa mundej, me të gjitha format. Kur e kanë pyetur Aishën, bashortën e tij, Zoti qoftë I kënaqur me të, ajo tha: shumica e namazit të profetit alayhi salatu wassalam në kohën e tij të fundit ishte ulur. U çuditën njerëzit, thanë: pse, si ka mundësi? Tha: e sforconte veten shumë profeti alayhi salatu wassalam duke vënë shërbim të njerëzve, subhanallah. E sforconte veten shumë profeti alayhi salatu wassalam dhe lodhej shumë për çfarë? Për interes të vet? Jo, duke e vënë shërbim të njerëzve, pa prit falënderim prej tyre, pa prit që t'ja kthejnë ata me mirësi, pa kushtëzu njëri që unë do të bëj këtë, po ti do më bësh atë, se unë po të bona këtë, ti do më kthesh atë. E bote vetëm për hatër të Allahu xhaleshanu. Dhe madje na porositi profeti alayhi salatu wassalam edhe na tha, I porositi edhe shokët e tij, dëgjoje këtë dhe mos e harro se është hadith shumë I bukur dhe është hadith shumë kuptim plot. Sanai'ul ma'ruf taqi masari as-su. Veprat e mira ndaj tjerëve të ruajnë nga të këqijat, subhanallah. Vepra e mirë ndaj tjerëve të ruan, të mbyll dyrët e të keqes, të mbyll Allahu xhaleshanu me ato vepra të mira shumë të këqija që mund të të kishin ardhur në jetë. Ka bëu Allahu xhaleshanu, është ligj hyjnor. Po bëre mirë, Zoti t'i ru krahët edhe Allahu xhaleshanu do të bëhet suporti yt nga çdo e keqe. Pra çdo lloj e mire që njeriu vepron, kthehet mirësia e saj, edhe po sta diti vetë ai I cili përfiton, pra përfituesi më I parë për krijesave, po sta diti, ta dinë Allahu xhaleshanu vetë. Madje ne veprat kur I bëjmë, nuk I bëjmë që të na e dinë njerëzit cilët përfitojnë, ne e bëjmë që të na e di Allahu dhe pasha Allahun. Po qese do të na e ditë Allahu xhaleshanu për veprat që bëjmë, pra do të na I shënote Zoti dhe do të na I qunte Zoti, vallahi do ishte fitoria më e madhe. Ne gjithmonë kur bëjmë një vepër, edhe kur falim namazin çdo ditë, betejë që është e njeriu, pra kur bën një vepër të mirë ose kur bën një sadaka, derisa ta mundi shejtanin edhe të keqen cytjet që ta bëjë një vepër. Pastaj ta kryej atë në formën më të mirë me kujdes. Kur është në raport me Allahun, ta kryej pra me përuljen edhe me përkushtimin maksimal. Kur është në raport me njerëzit, ta bëj diçka pra pa I vënë siklet njerëzit, pa I nënçmu njerëzit.
Në fund fare, masi ta kesh marru, ti kujtove se e bëre të mirën dhe mbaroi. Duhet me rujt veten edhe duhet me rujt veprën tate nga sy e fajësia, nga vetë pëlqimi, nga mburrja, ndaj përçmimi i tjerëve, nga përçmimi i tjerëve. Dhe në fund fare, edhe mbas pasaj ti lutesh Allahu xheleshanu, o Zot, ama ke pranu. O Allah, ama ke pranu këtë vepër. Dikush prej sahabëve thoshte sa gjë e madhe do t'ishte ta dishe vetëm një herë që Zoti ma ka pranu diçka. Vetëm një herë ta dija të ma zbulot e Zoti që ma ka pranu diçka. Neve bëjmë vepra, çdo ditë falemi, çdo ditë mund ndihmojmë dikë, çdo ditë lexojmë Kur'an, bëjmë dhikr, mund të bëjmë vepra të mira të ndryshme, ama e dim ne i ka pranuar Allahu apo jo? Ne nuk e dim. Shpresojmë shumë. Edhe kemi besim tek Allahu xhaleshanu. I than, po pse e kemi kaq merak? Sepse Allahu xhaleshanu thot në Kur'an, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu xhaleshanu pranon për njerëzit devotshëm. E sikur ta di vetëm një herë thot që Allahu ma ka pranuar diçka, do mu mbushte zemra dhe kararori plot thot, sepse Allahu pranon për devotshëm dhe do të ndiesha mirë që do të jemi inshallah për njerëzve të devotshëm. Prandaj kush futet që të përmisoj midis një prindje dhe një fëmije që nuk flasin, mund të kenë kohë ose mund të kanë vite që nuk flasin, ose midis bashortit dhe bashortes, ose midis dy ortakëve, ose midis dy shokëve, dy vëllezërve, ka shumë mundësi që Allahu xhaleshanu nesër fëmijët e tij t'i bëjë të hajrit e ta respektojnë. Ka shumë mundësi që Allahu pastaj njerëzit e vet që ka rreth e përqark, siç ky do të hyj për tjerët, t'i bëjë të hajrit e ta dunë, ta respektojnë, se kështu e ka bëu Allahu xhaleshanu rregullin. Kush bën mirë, Zoti xhaleshanu ta kthen të mirën që në këtë dynja, po edhe ditën që do dalin para Allahu xhaleshanu më shumë. Dikush niset që të ndihmoj fukaran. Allahu xhele atë që është me ekonomi më të dobët. Allahu xhaleshanu ka shumë mundësi që me këtë sadaka që po bën të të largojë ty varfërinë. Dikush niset me pa një të smur, edhe pse nuk mund të jetë shumë mirë nga ana ekonomike. Do me pa dikë që i ka rajë hall shëndetje dhe smundje. Ka shumë mundësi që Allahu xhaleshanu të të ruaj ty nga ajo smundje, po ty edhe fëmijët e tuaj. Sa më ka pas pëlqyer duaja dikujt që ndihmonte dikë që ishte pa qefe dhe thoshte o Allah, të lutem o Allah. Po e bëjmë për hatër tat. E inshallah na ruan neve nga çdo smundje, e na ruan neve shnetin edhe atyre që i duam ja Allah. E kush futet pra që të ndihmoj ose të bëj një vepër të mirë, nuk ka mundësi mos ja kthej Allahu xhaleshanu nëse e bën për hatër të Zotit. Allahu vetë ja pranon edhe ja kthen atë me mirësi, si në këtë jetë, si ditën që do dali para Zotit, sepse veprat e dobishme edhe vepra e mirë na ruan neve nga të këqijat e kësaj jete dhe nga të këqijat e ditës që do dalin para Allahu xhaleshanu. Profeti sallallahu alaihi wasallam na mësoi neve vëllezër dhe motra se të qenurit i dobishëm është grada më e ulët e besimit. Subhanallahu, si ka mundësi? Po, grada më e ulët e besimit. Subhanallahu, nëse nuk je i dobishëm dhe nëse nuk mendon pozitivisht, dhe nëse nuk mendon, nuk e fije shpirt pra që të mendosh ti je i dobishëm në shoqëri ose në komunitetin tat, ose të mendosh që çfarë mund të bëj mirë unë, edhe çfarë mund të bëj unë diçka, në i kontribut me sa të mundem. Dhe ta kesh menin me bot dom Allahu na rujt, as gradën më të vogël të besimin nuk e ke kap, nuk e ke arrit. Thot profeti alayhi salatu wasalam, el imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani, besimi në zemrën e robit është 70 e ca grad. Grada më e lartë është la ilaha illallah. Pra ta thush me shpirt, ta pranosh me zemër, ta thush me shpirt dhe të jesh i predispozuar dhe ta vesh jetën tatë në dispozicion edhe në shërbim të fjalës la ilaha illallah dhe të vdesësh me la ilaha illallah. Kjo është grada më e lartë. Çdo gjë që ke ti të ka fal Zoti, ta vesh në shërbim të kësaj fjale. Ti besimi, ti jesh i mrekullueshëm dhe i shndritshëm në çdo anë dhe në çdo aspekt. Ndërsa grada më e fundit, thot profeti alayhi salatu wasallam, më e fundit fare, imatatul adha anit tariq, të heqësh pengesën nga rruga. Subhanallah, grada më e vogël e besimit. Po ata cilët hudhin plenat ke shtëpia, të dera shtëpisë, po ata cilët të bëjnë dëm ke mjeti jot, po ata cilët fusin siklet, po ata cilët bëjnë zhurmë dhe të bezdisin, po ata cilët
të presin në besë, pa ata cilët prekin gjakun edhe nderin edhe pasurinë tatë me të padrejtë. Ç'a mund thuhet për këta? Imagjino, grada më e fundit është të bësh diçka, ti je i dobishëm, të mendosh mirë pozitivisht. Po ata cilët bën këtë, Allahu na ruaj. Allahu na ruaj o vëllezër dhe motra. Neve feja jonë na mëson se jo vetëm ndaj njerëzve kjo nuk diskutohet, por ndaj gjithë krijesave duhet rezatojmë mirësi. Ai që don Zotin xheleshanu me shpirt dhe don profetin alayhi salatu wassalam, do të jetë i dobishëm. A nuk e keni parë sa bukur na tregon profeti alayhi salatu wassalam se një grua e cila mbase ishte besimtare në veprat e saj me agjerime, me namaz, kishte mbyll macën e saj dhe as nuk i jepte me hëngër dhe as me pi derisa ajo ngordhi. E thot Allahu xheleshanu e dënoi për këtë sjellje kaq shëmtuar, subhanallahu, që nuk pati shpirt me mshiru një krijesë. A nuk jeni pa vëllezër të nderuar në tekstin tjetër se një grua e cila ishte e mbushme me mëkate, vetëm thjesht se i dha ujë një qenie, siç ishte një qen, u fut në pus edhe i dha ujë një qenie, Allahu xheleshanu ja fali të gjitha. E sa tekste ka të tilla, subhanallahu il-azim, që neve feja jonë na orienton që të bëjmë mirë dhe të jemi të dobishëm dhe të jemi njerëz që mundohemi të japim kontributin ton sa të mundemi në çdo fushë, në çdo aspekt, me lejen e Allahut xheleshanu. Dikush erdhi tek profeti alayhi salatu sallam me deveja e tij po lëpite gurët në tokë. I thot profeti alayhi salatu sallam, e kujt është kjo deve? Thot e imja, thot. E ke marrë në qafë, thot, duke e shfrytzu, duke punu, po t'jepi diçka të haj ose të pi, thot. Se do të ankohet para Allahu xheleshanu për ty, thot. Do të ankohet kjo gjëja gjallë, do të ankohet para Allahu xheleshanu për ty. O subhanallah, pa haqet e njerëzve. Si do shkoj halli i dikujt që është deri këtu me haqet e njerëzve se ka shkel dikë. Allahu na ruaj. E lusë Allahun xheleshanu të na bëj Zoti të mirë dhe të dobishëm. E lusë Allahun xheleshanu që neve të na falë, të na mëshiroj. Amin. Xhamati nderuar vëllezër dhe motra, gjithmonë këto xhami kanë qenë burim mirësie dhe hajri. Pasha Allahun, edhe kur kam qenë imam te xhamia Xhura që ka qenë atje për vite me radhë, po edhe këtu po edhe çdo xhami tjetër që neve i njohim imamët edhe mësuesit e fesë të cilët shërbejnë çdo xhami, hoxhallarë. Janë mundu që me qenë solidarizuar me komunitetin. Pra, ai i cili ka mundësi ndihmon ata cilët nuk kanë mundësi. Bashkë ashtu siç falemi sup në sup, po jo vetëm ata cilët frekuentojnë xhamin, po edhe për komunitetin. Ku ushtrojnë aktivitetin e tyre. Pasha Allahun, në fillimet kur u hap xhamia, aty ku vehen biçikletat, e vumre, ishin një 2 fëmijë të mitur, cilët vinin edhe merrnin biçikletat e huaja. U bë problem, 2 herë, 3 herë, bile u vum sikletat edhe me vëllezërit dhe motrat që falen në xhami, se duken u anku. Erdhi momenti edhe i kapëm. Ishin 9-13 vjeç, ato ligji nuk i kap. I kishin mësu, ishin si skuadër e strukturuar, subhanallah. Dikush tjetër ishte tutori i tyre, po që nuk e tregonin, thonin ka ra hamburger, domethënë problemet kësaj shoqërie nuk po e tregoj si rast, se kështu rastesh ka shumë. Bile njëri u tremb edhe shkoi te ky hoteli këtu afër, u mbyll poshtë aty te kati -1, te banja nuk dilte nga banjo. Kam shku vetëm. I fola, thash, jam hoxha xhamis, dili, thash, mos e vrit menin për asgjë, se menoj se ti boshin tom. Doli, elhamdulillah, u çuditën gjithë se kishte gjysë orës dilte. I kemi marrë në xhami, i mësuam me maravdes, me ardhmë më fal. Ishin të varfër qamet, subhanallah. Ku i gjejnë që i përdorin, vend se me i marr edhe me i përdor për diçka të mirë, edhe me i dhoni orientim të mirë, i gjejnë shfrytëzojnë rastin me i çute e keqja te rruga keqe, subhanallah. Dhe i tham, sa herë keni nevojë do vini në xhami, se neve jemi këtu. Kemi shku te Tegu, se s'po e tregojmë, por e them si rast. Kemi shku te Tegu, i kemi bler rroba të reja. Na me i pas për gjys viti, për i vit, mos e çani kokën, mos e vrisni me. Erdhën 2-3 herë në xhami, pastaj nuk kanë ardhur, nuk e di çau bë me ta. Por si këto raste ka plot në xhamiat e Tiranës, fëmijë të cilët vinë prindit edhe akohen me lot në sy, ç'a ti bëj fëmijës tim?
Qa ti bëj fëmijës tim se jam në ditë cikletit, jam në hallë. E pasha Allah, unë kush ka hyte kurset fetare, kush ka arë në xhami, kur është bo pjesë e këtyre faljeve, të bukra dhe këtyre namazeve, e ka pa Allahu se është largu nga vesi, është largu nga rrugët e këqija për Zotin. Ka qenë më i mirë me prindit e tij, më i mirë ke familja e tij, më i mirë me shokët, për komunitetin, ke shkolla e tij ka rrezatu mirësi. Kjo është puna dhe kjo është rruga e Allahut. Kanë kontributet që duhet japim neve. E për raste tjera solidarizimi nga më të ndryshmet, vallahi, nga më të ndryshmet. E ata cilët dalin edhe thonë që i shqetësojnë kurset vetare, i shqetësojnë pse prindi e merr me vete fëmijën në xhami, pse ja imponon të shkume në xhami. Sot që flasim neve, jo vetëm sot, po edhe më përpara, në Europë, në të gjithë Europën po thuj, ata këta që flasin i marrin për shembull, jo një rast, po me 10 rast, edhe ata që kanë jetuar din, të vjen, punojnë si socialët e shkollat dhe thotë, tani fëmia jo duhet të mësoj një edukat fetare, zgjidhe fen vet, nëse je feja islame do të sjelli hoxhën ose mësuesin teologun fetar që ta mësoj, ta orientoj. Tani duhet mësoj fe, sepse dhe ato e kanë kuptuar që pa fe nuk bëhet. Pa besim nuk bëhet, pa Zot nuk bëhet. Ndërsa neve na dalin ca edhe bëhen keq pse vinë fëmijët në xhami. Subhanallahu el-azim. Subhanallahu el-azim. E këto fëmijët që nuk vinë në xhami, që neve sa herë kemi pas probleme kohët e fundit që i kemi parë në për media. Edhe këto njerëzit që i bo përshtypje pse vinë fëmijët në xhami që vinë me zor, asnjëherë nuk kanë fol për fëmijët që theren me thika kur dalin nga shkolla. As për atë fëmijën që vrau babën e vet, as për atë fëmijën që përdhunoi motrën e vet të mitur, nuk kanë fol ndonjëherë. Këto vetëm folin pse vjen në xhami. Aty i ka ngelora pse vjen në xhami. Dhe nuk janë aq dashamirës, dhe nuk janë njerëz që i duan të mirën fëmijëve dhe të duan zhvillimin, po janë njerëz që duan me hap debat. Edhe janë njerëz që duan vëmendje. E shohin që muslimanët shtohen edhe janë bërë shumë, edhe jemi pozitiv në shoqëri me lejen e Allahut xhaleshanu për Zotin e them me krenari. Njerëz pa gabime s'ka, po jemi pozitiv pasha Allahut. Edhe i bo keq kjo gjë, edhe duan debat, me hap debat, kur i bi çik audienca fillojnë hudhin në gjë që të kërcejnë muslimanët, edhe t'i kthejnë përgjigjet i bëjnë atë ashtu. Jemi vonuneve 2-3 javë mos me i kthy përgjigje, se nuk duam me i dhënë rëndësi këtyre njerëzve pa rëndësishëm, këtyre njerëzve kot, vallahi, të cilët minimumi duhet shohin se ç'a ndodh, edhe të flasin realitetin, të japin realitetin. E neve do të vazhdojmë me kontributin ton me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Në qoftë se këto njerëz që flasin e mbajnë veten se janë nga elitat e këtij vendi, atëherë me dështimin e këtij aktualiteti që jetojmë neve, kanë një pjesë dështimit e kanë vetë, sa asnjëherë s'kan bëj emision edukativ ose me bëj diçka që t'i shërbej një platformë ose diçka që t'i bëj një plan pune ose të na japin një opsion se si mund të rregullohet kjo gjë, po vetëm rrin duke gjujt me kapi çik lajke dhe vëmendje. Ftojnë në për emisione ca njerëz mediokër, si të marrin vetëm vëmendje edhe shohin e të marrin shikime se kështu është bokju, pa e filtru lajmin fare, pa e kalu në përsita fare, vetëm hidhe, nuk ka problem se kë godet, po hajt të bëhet rrëmuj që të marri shikim faqa, edhe të ngrihet kanali televiziv ose rrjeti social, subhanallahu. Ndërkohë që amaneti i gjithë secilit prej nesh, sidomos atyre që kanë një farë përgjegjësie, nuk është ky. Kjo është me degeneru muhabetin fare, domethënë Zoti na fal. Ne do ta vazhdojmë kontributin ton dhe këtë vit që ta merrni vesh vëllezër në xhamitë e Tiranës, 20 xhami kanë bërë dhurim gjaku për fëmijët talasemik. Kush janë fëmijët talasemik? Ta mbyll fjalën time. Fëmijët talasemik janë rreth 400 në Shqipëri. Ata janë me anemi të theksuar, por një anemi që është domethënë vrasëse dhe është fatkeqësi e madhe. Nuk ngrihen dot në këmbë, ata e kanë të nevojshme që të marrin gjak çdo 2 javë, 400 fëmijë çdo 2 javë. Nëse nuk marrin gjak janë të vegjël, subhanallahu. Nëse nuk marrin gjak ato s'ngrihen dot nga krevati, me boj jetë normale si çdo fëmijë tjetër. Shkosh vetëm një herë në spital është merr, imagjino ta lidhësh jetën me spitalin çdo 2 javë. E nga xhamitë e Tiranës çdo vit ka pas fushata, këtë vit ka pas rreth 20 xhami të cilat kanë dhuruar gjak për fëmijët talasemik për hir të Allahut, për hatër të Zotit, asnjë gjë tjetër.
Sot me lejen e Allahu xhaleshanuhu, me mbyll këtë vit kalendarik, ne kemi menduar këtu në xhaminë e namazjas. Unë vetë do të jem një prej tyre. Kush ka dëshirë, Allahu ja shpërbleft, Allahu ja bof dritë. Kush ka mundësi, Allahu ja shpërbleft, ja bof dritë, mas xumaje inshallah ne do të bëjmë durimin e gjakut. Normal, komplet brenda standardeve siç kërkohet. Për këta fëmijë talasemik, se e dim shumë mirë që kush shpëton një jetë ose kush mundet që t'japi i dorën këtë drejtim, sikur me pas shpëtu gjithë njerëzimin, thot Allahu xhaleshanu në Kur'an. E lusë Allahu xhaleshanu të na falje, të na mëshirojë. E lusë Zotin që neve të na bëjë gjithmonë kontribues për mirë. E lusë Allahu xhaleshanu që neve vëllezër dhe motra të na orientojë zemrat edhe shpirtat tek e mira, edhe të na largojë nga çdo e keqe që na dëmton neve. O Zot, ty të lutemi na fal edhe na mëshiro. O Allah, të lutemi ja Allah na inspiro vepra të mira, o Zot. O Allah, ty të lutemi na mbro nga çdo e keqe. O Zot, na mbro nga çdo gjë e cila na jep kosto dhe na largon prej teje. O Allah, ty të lutemi, o Zot, ai i cili është i smur, ja Allah, dhe ka nevojë për shërim, shëroje, ja Shafi. O Zot, ai i cili ka vështirësi ekonomike dhe ka nevojë, ja Allah, që t'i lehtësoja dhe nxirri nga gjendja në cilën janë, ja Allah, ndihmoj. O Zot, ty të lutemi, ai i cili është në hallën në siklet, hapi dyert e zgjidhjes, ja Allah, se ti je i plot fuqish, mi ke në dorë gjithçka. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, na largon neve zemrën dhe shpirtin nga çdo mëkat, ja Allah, i cili neve kemi të vështirë mbasa të largohemi. Po me fuqinë tate, o Zot, largoj zemrat tona dhe na ço tek e mira dhe tek veprat e mira. O Allah, na jep unitet në familjet tona. Na jep unitet, ja Allah, në bashkësinë tonë. Na jep unitet në kombin tonë. O Allah, ty të lutemi, ja Rabbi na falna, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin, amin, amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaruna. Aqimis salat, Zoti ju shpërblet.